Charles Chuck Finney ishte një sipërmarrës dhe filantrop amerikan që bëri një pasuri vetëm për ta dhuruar pothuese të gjithën. Ai themeloi Duty Free Shoppers dhe grumbulloi $8 miliard pasuri. Megjithatë, ai jetoi si një njeri normal. Nuk kishte makinë, udhëtonte në klasë ekonomik dhe jetonte në një apartament me qira. Ai mbante një orë dore $15, një këmishë të thjeshtë dhe preferonte kafenet modeste ndaj restoranteve luksose. Disa mund ta kinë quajtur koprac, derisa mësuan se gjatë 35 viteve ai dhuroi më shumë se $6 miliard për kauza të tilla si arsimi, kujdesi shëndetësor, shkenca dhe azilet e pleqjve në Shtetet e Bashkuara, Irlandë, Vietnam, Australi dhe Afrikën e Jugut. Dhurimet e tij ishin aq të mëdha sa askush që nga Shumë Patriku nuk i kishte dhënë kaq shumë Irlandës dhe botës. Për 15 vitet e para, ai e bëri këtë fshehurazi, duke mos kërkuar famë apo njohje. Nëse mund ta dalloj kohën me një orë $15, pse do të doja një Rolex? Nuk ka kuptim të fluturosh me një plan ekzekutiv, nuk do të arrish atje më shpejt. Nuk e pse të presësh derisa të plaqesh për të dhënë. Është më mirë të shohësh të mirën që bën, ndërsa je gjallë. Këto ishin disa nga shprehjet dhe parimet që e udhëhoqën atë në jetë. Edhe Bill Gates e quajti atë shembullin e përsosur se si të bësh mirë në jetë. Charles Finney mbeti pa pasuri, pa vila, pa jahte, por me diçka shumë të madhe. Një emër që do të mbetet përgjithmonë si simbol i bujarisë së vërtet. Ai vërtetoi se pasuria e vërtet nuk është në atë që mban, por në atë që jep.